ndoshta për 70% të punonjësve të bashkisë, detyra e vetme që duhet bëjnë, që të marrin rrogën, edhe pa u paraqitur fare në punë, është kjo, të mbushin salla. Në fund, sepse çështja ishte që aty duhet fitesh vetëm për bashkimin evropian, për arritjet e qeverisë, edhe kush nuk i përmbaheshe arritjeve, i mbaron ta koha patjetër. E aq më tepër që ishte i mbushur me punëtorë të bashkisë. Domethënë, nuk e di që kur tek ato detyrat që ka një punonjës bashkie është shtuar dhe pjesëmarrja në samitin e diasporës. Për një pyetje të tillë, vlla, unë do të thej këtë përgjigje. Ndoshta për 70% të punonjësve të bashkisë, detyra e vetme që duhet bëjnë, që të marrin rrogën, edhe pa u paraqitur fare në punë, është kjo, të mbushin salla. A e diti që ka 40.000, 30.000 deri në 40.000 persona që marrin rrogën kot pa vajtur as ditë në punë në tërë Shqipërinë? Firmosin borderovë. Për më tepër ka dhe persona që shkojnë në punë dhe marrin rrogën kot. Që e shton akoma edhe më shumë numrin. Po llogaritë pak 3 veta në familje, s'po t'i bëj 4. Me 30.000 veta i bie 90.000 veta. Këta 90.000 veta, 2 shok i kanë, 2 të njohur. 180.000 vota potenciale nga 30.000 njerëz që rrin kot dhe marrin rrogën kot. Si do ta luftosh këtë sistem?